Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës po zhvillohet edicioni i 6 i konferencës ndërkombëtare për kërkime në arsim. Një nga ngjarjet më të rëndësishme të arsimit për të mësuar më shumë rreth temave dhe rëndësisë të kësaj konference, kemi këtu afër meje prodekanën Blerta Perolli Shehu. Mirëmëngjesi zonja Blerta, faleminderit shumë që pranove të zhvillojmë këtë intervistë bashkë. Tregona se çfarë bën të veçantë të këtë edicion të sivjetshëm. Siç edhe e këtij Fakulteti i Edukimit ka 6 vite tani që organizon konferencën ndërkombëtare për kërkime arsimore, që është një platformë ku studentët, mësimdhënësit, drejtorët të shkollave, profesorët, studiuesit e ndryshëm të arsimit mund të rrisin dukshmërinë e studimeve të tyre shkencore lidhur me çështje të ndryshme dhe probleme të ndryshme në arsim. KICERI ka nisë në vitin 2021, me një shtrirje mjaft të gjerë edhe atëherë, mirë po ka arritur që për këto 6 vite të rritet në një nga konferencat më të mëdha në rajon që trajton çështje të ndryshme arsimore. Siç e dim, mësimdhënësit, drejtorët të shkollave, profesorët çdo vit ballafaqohen edhe çdo ditë ballafaqohen me sfida të ndryshme në arsim, me probleme që kërkojnë ndoshta vendimarrje të bazuar në dëshmi, në shkencë. Kështu që KICERI i mbledh të gjithë këta studiusit për të ndarë përvojat, për të ndarë rezultatet nga tereni, që me informu më mirë vendimarrjen për praktikën shkollore dhe politikat arsimore. Këtë vit në KICER kemi arritur një numër rekord të regjistrimeve, me mbi 460 pjesëmarrës, që janë regjistruar për të ndjekur sesionet e ndryshme të cilat sot dhe dje plasohen këtu në Fakultetin e Edukimit, me gjithsej 120 prezentime të ndryshme shkencore nga hulumtime reale që janë realizuar në Kosovë, në për shkolla dhe në për mjedise arsimore. Janë temat shumë të gjëra, KICERI nuk është rritur vetëm në numra këto vit, por është rritur edhe në shtrirjen edhe mbulueshmërinë e temave të ndryshme nga fusha e arsimit. Kemi prezentime që duke filluar nga çështjet e edukimit në fëmijëritë e hershme, te arsimimi gjithëpërfshirës, tek praktikat e drejtorëve, reforma e kurrikulës, didaktikat e ndryshme lëndore, si dhe sesione të veçanta edhe për digitalizimin dhe inteligjencën artificiale në arsim, që është një nga fushat që ka marrë shumë havë vitet e fundit dhe sigurisht mësimdhënësit duhet të jenë të përgatitur edhe për këtë aspekt. Kështu që fakulteti si institucioni që i përgatit mësimdhënësit edhe që kontribon në zhvillimin e shkollës dhe zhvillimin e mësimdhënies, e sheh edhe si përgjegjësi të veten që të grumbulloj të gjithë studiuesit dhe të gjithë ata që mirën me arsimin në një forum të madh të tillë diskutimi ku edhe mund të diskutojnë profesionistët mes veti dhe të shkëmbejnë mendimet e tyre profesionale dhe rezultatet e tyre shkencore. Vitin e kaluar, Fakulteti i Edukimit e ka udhëhequr nismën e Kosovës për të regjistruar në shoqatën evropiane të kërkimeve arsimore. Dhe e kemi arrit këtë si sukses vitin e kaluar. Kosova sot është antare kandidate e shoqatës më të madhe, që është shoqata evropiane për kërkimet arsimore, dhe Fakulteti i Edukimit përmes dekanit e përfaqëson Kosovën në këtë forum. Kështu që duke qenë edhe pjesë e shoqatës evropiane, e ndjejmë edhe si përgjegjësi që të mundsojmë të gjithë studiuesve arsimor të bashkohen rreth nismave të fakultetit për të gjetur përgjigje për problemet reale që janë në shkolla, për të gjetur përgjigje shkencore për to. Sot është dita e dytë që do të mbahet konferenca, cilat janë disa nga ato tema që do të zhvilloni sot? Po, sot është dita e dytë, dje kemi pasur hapjen zyrtare dhe kemi pasur profesorin Tugaçin Popovci, i cili ka mbajt një ligjërat kyçe mbi çështjen e rezultateve të PISA-s dhe implikimet që i kanë ato në arsim, dhe kemi vazhduar me afro 50 prezantime nga studiues të ndryshëm në tema të ndryshme. Sot fillojmë me 2 ligjërata kyçe. Kemi një profesor nga Australia, Simon Stelleni, i cili do të flet për laboratorin shkencore dhe implikimet që i ka në mësimdhënie, dhe kemi profesorin Mathias Ludvig, i cili flet për një metodë ndryshe të
përdorimit të matematikës në mjediset arsimore. Pastaj në orën 11, studentët dhe mësimdhënësit këtu në hollin e fakultetit do të prezentojnë poster prezentimet e tyre nga përvojat direkte që i kanë në punën me nxënës dhe në përklasa, dhe paralelisht kemi një sesion diskutimi që ne e quajmë Fedu Talk, që është hera e 3 që organizohet, e cila flet specifikisht për përdorimin e inteligjencës artificiale me temën nga shkumësit e chatbotët, që do të jetë një forum që mbledh përfaqësues nga Fakulteti i Edukimit, nga Instituti Pedagogjik dhe nga sektori OJQ-ve, si dhe një mësimdhënëse të TIK-ut, për të diskutuar rreth asaj se si po lëvizim në këtë drejtim. Vazhdojmë pastaj edhe me afro 70 prezentime të tjera në sesione paralele, ku do të ketë tema për reformën e kurrikulës, për vlerësimin e nxënësve, për metodologjitë e mësimdhënies, edukimin fëmijërisë të hershme, udhëheqjen arsimore, edukimin gjithëpërfshirës, si dhe sërish digitalizimin e arsimit. Ju në se cilin sesion e keni një temë të paktën për inteligjencën artificiale. Tregona pse keni menduar që është e rëndësishme që njëra prej atyre temave të jetë për inteligjencën artificiale sot? Po na tregon praktika reale që është një nga sfidat më të mëdha me cilat sot po ballafaqohen mësimdhënësit, një lëvizje shumë e hapshme, një rritje shumë e madhe e përdorimit të inteligjencës artificiale si nga ana e nxënësve, ashtu edhe nga ana e gjithë individëve në përgjithësi. Kështu që është problem real me të cilin po ballafaqohen shkollat dhe po ballafaqohen nxënësit. Mirë, por na nuk e shohim atë si problem, e shohim si mundësi. E shohim si diçka në të cilën duhet të investojmë në edukimin e nxënësve për mënyrën e duhur të përdorimit, duhet ta inkorporojmë në mësimdhënien tonë dhe duhet të diskutojmë së bashku me mësimdhënësit të cilët ballafaqohen çdo ditë me përdorimin e inteligjencës artificiale, cila është metoda më e mirë që kontribon në të nxënit e fëmijëve edhe në zhvillimin e fëmijëve, cila është metoda më e mirë e përdorimit pa cënuar, do të thotë, të nxënit e fëmijëve dhe pa cënuar dinjitetin e fëmijëve. Kjo është një realitet që sot ekziston dhe ne duhet ta pranojmë dhe duhet ta integrojmë në mësimdhënien tonë. Kështu që duke qenë se ka shumë pikpyetje rreth inteligjencës artificiale në përgjithësi, ka ende pak studime në Kosovë për mënyrën e përdorimit, mendojmë se platformat e tilla të diskutimit që sjellin përvoja edhe nga tereni e hapin, do të thotë, si temë, si debat, për shkëmbim të ideve se si mund në mënyrën më të mirë të mundshme ta integrojmë në mësimdhënie, por edhe të edukojmë gjeneratat e ardhshme se si është mënyra e përgjithshme e përdorimit të inteligjencës artificiale. Çfarë mendon se veçanërisht studentët përfitojnë nga kjo konferencë e KICER? Studentët tonë janë studentë që në të ardhmen do të bëhen mësimdhënës. Janë studentë të cilët edukohen në Fakultetin e Edukimit, që roli i tyre nuk është vetëm të shkojnë në klasë dhe të ligjerojnë përmbajtjen. Roli i tyre ndër të tjera është edhe të investojnë në vazhdimsinë e vetvete, në zhvillimin e vet profesional edhe në vendimarrje të bazuar në dëshmi. KICER-i ofron një mundësi që ata të shohin se praktika mund të ndryshojë çdo ditë, edhe që ata duhet në vazhdimsi të mbledhin të dhëna nga përvoja e tyre, nga mësimdhënia e tyre për të përmirësuar praktikën e tyre. Shohin modele se si bëhet një ulumtim, shohin modele se si prezantohet një ulumtim në një konferencë ndërkombëtare, po njëkohësisht edhe marrin ide të sukseseve ose dështimeve të metodologjive të ndryshme, të cilat në të ardhmen mund t'i përdorin edhe vetë në klasë. Arsimi është një fushë që evolon në vazhdimsi, kështu që mësimdhënësi nuk e përfundon zhvillimin e vet në momentin kur diplomon. Çdo ditë në përvoja direkte me fëmijë duhet të mbledh të dhëna, t'i përdor ato të dhëna për të përmirësuar ambientin e klasës, kulturën e klasës, mësimdhënien e vet dhe përvojën që e marrin fëmijët. Kështu që mesazhi që duam ta transmetojmë edhe te studentët është që mësimdhënësi është një hulumtues i vazhdueshëm, i cili e përmirëson praktikën e vet në bazë të hulumtimeve të vogla që i bën brenda klasës së vet. Cilat mendon si janë ato sfidat kryesore për mësimdhënësit sot në arsim? Sfidat janë të mëdha, do të thotë arsimi është një pikë që kërkon investim të vazhdueshëm dhe kërkon vëmendje të vazhdueshme si nga niveli politik ashtu edhe nga shoqëria në përgjithësi. Ka shumë çështje të cilat mund të diskutohen gjatë rreth sfidave të arsimit,
por duke nisur nga vështirësitë në zbatimin e kurrikulës së bazuar në kompetenca, nga vështirësitë e vlerësimi i nxënësve, mundësitë për zhvillimin profesional të vazhdueshëm të mësimdhënësve, infrastruktura dhe materiale të ndryshme në klasë, fëmijët me nevoja të veçanta dhe vështirësitë me mungesën e përkrahjes për mësimdhënësit për të punuar me fëmijët me nevoja të veçanta. Të gjitha këto janë tema me të cilat mësimdhënësit ballafaqohen çdo ditë dhe janë sfida me të cilat ata ballafaqohen çdo ditë. Për ne sfida më e madhe është që profesioni i mësimdhënies si profesion, po bie do të thotë interesimi i gjeneratave të reja që të marrin këtë profesion për shkak të sfidave të ndryshme të cilat i perceptojnë që vinë bashkë me profesionin. Kështu që si fakultet jemi të angazhuar që së bashku me gjitha aktorë tjerë ta bëjmë profesionin pak më atraktiv, t'i tërheqim do të thotë studentët, nxënësit më të talentuar që të vinë edhe të bëhen pjesë e sistemit arsimor në Kosovë, të marrin rolin si mësimdhënës dhe të kontribuojnë në edukimin edhe rritjen e gjeneratave të reja. Është një fushë që kërkon investime të vazhdueshme, është një fushë që kërkon angazhim të gjitha palëve për shkak se cilësia e arsimit, besojmë ne, është mënyra më e mirë për të ndërtuar të ardhmen e një vendi. Do të thotë në shkolla fillon edukimi i gjithë shoqërisë. Kështu që personat të cilët e kanë përgjegjësi këto që janë mësimdhënësit, duhet të jenë do të thotë personat më të kualifikuar edhe më së miri të përgatitur për ta bërë këtë. A mendon se duhet të ketë më shpesh ose ka mjaftueshëm konferenca që të bëhen për arsim, dhe a mendon se duhet të ketë më shumë se 2 ditë apo një herë në vit? Mendoj se Kiceri si platformë një herë në vit në këtë format është platforma më e madhe që e mundëson do të thotë shkëmbimin e studimeve shkencore. Megjithatë, nuk është i vetmi aktivitet të cilin ne organizojmë si Fakulteti i Edukimit. Në vazhdimsi organizojmë simpoziume një ditore, tryeza diskutimi, panele të ndryshme diskutimi. Do të thotë nuk ndodh Kiceri vetëm një herë në vit, por ka aktivitete që ndodhin përgjatë vitit, disa prej tyre të organizuara nga ne, disa prej tyre të bashkë organizuara edhe me partner nga sektori OJQ-ve, me Institutin Pedagogjik ose me Ministrinë e Arsimit. Mendoj që ka mjaftueshëm vende ku këto çështje mund të diskutohen. Ne jemi të lumtur si fakultet që cilësia e studimeve shkencore që po na vjen në Kicer aktualisht, do thotë është shumë më e mirë se para 5-6 viteve, janë studime reale, empirike që sjellin rezultate që vërtet mund të na tregojnë se cila është situata dhe cilat janë rekomandimet që ishim dashur me i bo ne si aktor ose të gjithë aktorët tjerë që janë të përfshirë në arsim. Cili është mesazhi juaj për studentët, normal edhe për të gjithë mësimdhënësit që duhet të marrin pjesë dhe në përgjithësi? Mendoj që anash përfitimeve nga të dëgjuarit e prezentimeve shkencore që bëhen sot, mundësia për të takuar njerëz, për të diskutuar me njerëz nga të gjitha nivelet e arsimit, duke fillu nga niveli i fëmijërisë së hershme deri te niveli universitar. Mendoj që Kiceri është një vend ku vinë në kontakt dhe ekspertët e ndryshëm të arsimit, profesionistët e ndryshëm të arsimit dhe studentët edhe mësimdhënësit mund të lidhin kontakte dhe të krijojnë forume profesionale dhe diskutime shumë kuptim plota me njëri tjetrin. Kështu që është vlera shkencore pra pasaj, mirë po është edhe vlera njerëzore e krijimit të rjetëve të mësimdhënësve, të drejtarëve, të studentëve që mund t'i përdorin në të ardhmen për qëllime profesionale. Faleminderit shumë zonja Blerta për të gjitha këto informacione dhe shpresoj që t'ju shkoj sa më mirë edhe kjo dita e dytë. Faleminderit shumë.